Thomas Trakosha po kalon patyshim periudhën më të mirë karrierës së tij. Portieri kombëtar shqiptar është në një formë që tek kalon dhe vitet e tij më të mira tek Lazio, duke u shndruar në një nga gardianët më të spikatur të futbollit evropian. Aktualisht pjesë e AEK-ut, Trakosha ka justificuar plotësisht zgjedhjen për të transferuar në kampionatin grek, pavarësisht skepticizmit dhe kritikave që shoqëruan largimin e tij nga Serie A. Paraqitjet e qëndrueshme dhe vëmendare kanë kthyer atë në një pikë referimi për skuadrën edhe për kombëtaren. Sipas të dhënave të publikuara nga Transfermarkt, Thomas Trakosha rendis mes 4 portierëve më në formë në Evropë për vitin 2025. Portieri shqiptar mban vendin e 4 në një statistikë mbretëlëse, 22 ndeshje pa besuar gol, 44 takime të luajtura dhe 50% e ndeshjeve me portë të paprekur. Forma aktuale e Thomas Trakoshës përbën nga vlerësimet më të mëdha të karrierës së tij dhe sinjali i qartë se portieri shqiptar po jeton momentin e art në futbollin evropian.